Bashkia Gjirokastër ka nisur procesin e matrikullimit të qenve endacak në qytet, një ndërhyrje që synon evidentimin dhe menaxhimin e tyre në mënyrë më të kontrolluar. Nga vëzhgimet në teren rezulton se aktualisht janë rreth 20 qenë endacak që do t'i nënshtrohen këtij procesi. Sipas veterineres pranë drejtorisë së bujqësisë në Bashkinë Gjirokastër, Adelina Haxhiaj, matrikullimi përfshin identifikimin dhe regjistrimin e çdo qeni për të garantuar monitorimin e tyre. Prej disa kohësh kemi filluar vaksinimin dhe matrikullimin e qenëve endacak. Kjo ishte edhe një objektiv i punës tonë për këtë vit. Kemi pothuajse gati 20 ditë që merremi me këtë punë, me vaksinimin e qenëve endacak si dhe matrikullimin e tyre. Kuptohet që është çike vështirë kapja e tyre. Megjithatë, ne deri tani kemi vaksinuar 7 qenë dhe gjithashtu edhe i kemi matrikulluar. Për këta që vaksinojmë dhe matrikullojmë, kemi hapur një regjistër përkatës, si edhe u kemi nxjerrë nga një pasaport qenëve me të gjitha të dhënat, me qëllim që nëse del ndonjë person që ka dëshirë të adaptojë një qenë, i ka dokumentacionin e ka gati. Ky proces pritet të vijojë edhe në ditët në vijim, deri në përfshirjen e plotë të gjithë qenëve endacak të evidentuar në qytet. Kjo është një procedurë që do të kryhet në vazhdimsi, deri në përfundimin e fazës së parë të vaksinimit dhe të matrikullimit. Pastaj, në të ardhmen pritet të bëjmë edhe gjëra të tjera më të mira për katë putroshën. Nga vëzhgimet e terenit, nga që kemi parë ne dhe nga viti në vit, nuk ka më tepër se 20 qenë. Kaq ne i kemi identifikuar pothuajse çdo vit, që janë në qytet, pastaj në përgjithësitë administrative ka edhe andej disa. Pas përfundimit të kësaj faze në qytet, nisma do të shtrihet edhe në njësitë administrative të Bashkisë Gjirokastër.